Atëherë dashur, kam nderin dhe kënaqësinë ta kem sot të ftuar një nga solistët e operës që na erdhi për herë të parë në Shkup, Goca e Kaçanikut, e cila po ashtu është edhe opera e parë kosovare. Kam të ftuar sot njërin nga solistët e kësaj opere, Besiana Mehmetin. Shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Shumë kënaqësi që jemi bashkë, Artemisa, gjithmonë e buzëqeshur, pozitive, gjithmonë bën që edhe kur e kemi pothuajse të pamundur me qenë pjesë emisioneve të pranojmë me shumë kënaqësi. Faleminderit televizionit Shenja shumë për hapësirën që jep kësaj shfaqje, muzikës klasike dhe këtij arti që realisht tek shqiptarët është pak i popularizuar, por më gëzon shumë një fakt që ne shqiptarët e Maqedonisë e dhamë provimin me 10 shkurt. Salla teatrit, operës dhe baletit ishte plot e përplot, dhe ajo që më ka befasuar jashtëmase është mikpritja, qetësia po se po, për ta ndjekur nga fillimi deri në fund, sepse shfaqja kishte një pauzë në mes dhe është një shfaqje që zgjat rreth 2 orë, nuk është e shkurt, por ndoshta edhe veprat kombëtare, tematika, solistët tanë, ka gëzuar fakti shumë që kemi patur shumë student nga Universiteti i Tetovës, kemi patur shumë adhurues të artit klasik, edhe me thënë të drejtën jam akoma e mbushur plot me ato duartrokitjet e fundit që i prisja, po jo në masën aq të madhe, kështu që ishte një moment historik, sepse opera Goca e Kaçanikut është shfaqur në Tiranë në vitin 78, është kompozuar në 72 nga kompozitori Rauf Dhomi, si opera e parë kosovare. Më pas është rikthyer në Kosovë në pamundësi të kushteve rreth anave okupimi. Është rikthyer jo, por është ribër pas 56 viteve, vitin e kaluar. Produksioni i parë, premiera, ka qenë sigurisht emocion shumë i madh. Mirë po dallimi i Prishtinës, që është dhënë në sallën AMC, Kosova ende nuk ka një sallë adekuate, ku duhej foni pengonte. Më pas shfaqja u dhanë në Tiranë, në Teatrin e Operës dhe Baletit, që me thënë të drejtën nuk është pritur me entuziazmin që është pritur në Shkup. Shkupi e ka pritur jashtëzakonisht mirë. Pse? Ndoshta është... Pse ndoshta erdhi për herë të parë, ndoshta diçka që nuk na vije shpesh, diçka shqiptare. Realisht Tirana ka kaluar gjithçka, dhe vepra ndërkombëtare, ka vite tradit, por për shqiptarët në Maqedoni ishte moment historik. Ti shohin solistët e tyre duke performuar, pastaj është moment historik edhe krijimi vetë operës së Kosovës, sepse gjithë idealistët, baballarët tanë kanë ëndruar që Kosova ta ketë shtëpinë e vet të operës, operën e vet. Edhe opera e Kosovës ka tashmë diku rreth 3 vitesh që funksionon apo jo? Realisht vjet ka filluar tamam të funksionon në 2024, por që akoma nuk ka të punësuar solist, nuk ka të punësuar korist, gjithmonë me audicione merren. Është në bërje e sipër, por ne në teori themi shpesh që një shtet është një shtet i mirëfillt atëherë kur ka Teatrin e Operës dhe Baletit, dhe Kosova 26 vite pas luftës po bëhet shtet tamam me operën e vet. Ngjarja është shumë interesante e operës Goca e Kaçanikut. Në pamjen e parë duket që është lirike, një dashuri në mes të Pafikës dhe Trimorit, por në fakt është një dashuri në kohë lufte, në vitin 1910 lufta e Idris Seferit në Kaçanik, mirë po pastaj regjisori ka përfshirë edhe luftërat të tjera, jo vetëm të kohës Osmanlinëve, por ka përfshirë pak edhe luftën e fundit Kosovës me disa elemente. Me thënë të drejtën, është një moment i mbylljes së aktit parë, kur një flamur shumë i madhe mbulon komplet korin edhe solistët, edhe isha shumë kurajtare se si do të pritej ai moment, jo nga shqiptarët natyrisht, po nga njerëzit tjerë që janë brenda teatrit, që punojnë si teknik, por jo, gjithçka ka kaluar me shumë qetësi, sikur ndonjëherë edhe pala tjetër bëhet sikur nuk sheh dhe nuk dëgjon, është e detyruar të pranojmë vlerat edhe kombëtare të tjerëve, po edhe artistike. Të gjithë solistët kanë qenë në nivelin më të lartë të mundshëm, kori ka tingulluar në mënyrë perfekte, baleti, trupa e baletit gjithashtu. Besoj edhe për ta ishte kënaqësi të performonin në një sallë tamam adekuate operistike. Për të gjithë ne. Se është diçka që ndrojnë edhe ata. Realisht është e dhimbshme fakti që
Unë punoj 20 vite në Universitetin e Tetovës dhe asnjëherë nuk kam luajtur asnjë rol në Teatrin e Operës dhe Baletit në Shkup. Pra, opera dhe baleti i Shkupit nuk kanë hapur asnjëherë audicion. Po të kishte audicione të hapura, se cilin nga ne do të shkonim spaku, do të aplikonim. Edhe natyrisht që një herë, 2 herë, 3 herë, basi do të na refuzonin për x arsye, po dikur do të detyroheshin të na pranojnë, po kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Kështu që për secilin prej nesh ishte emocion i jashtëzakonshëm. Për mua është roli i shtatë që unë e realizoj. 2 rolet e para të hershme i kam realizuar në Akademinë e Arteve në Tiranë, 2 rolet e dyta në Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë, me të njëjtin regjisor, Nikolin Gurakuqi, që e kam patur edhe profesor. Më vonë pastaj kam realizuar një rol në kuadër të verës së Ohrit, me Natasha Poplavska, një regjisore nga Maqedonia, më pas me një regjisor të Teatrit Operës Shkupit, Orfeun dhe Uridiqe në Tetov, dhe realisht ky është roli i nënës, roli i shtatë me radhë. Gjinia operistike është gjini që të bën për vete, sepse loja e bën shumë interesante, nuk është vetëm këndimi. Kështu që kjo nën shqiptare mi kujton ato gjyshet edhe nënat tona të cilat kanë sakrifikuar me fëmijët që i kanë rritur vetë, me burrat që i kanë patur në gurbet, me burrat që kanë shku në ushtri e s'janë kthyer kurrë, me ata të cilët kanë humbur jetën në luftë dhe ato kur më nuk janë martuar dhe gjatë tërë jetës e kanë ruajtur pragun, derin, moralin. Domethënë, nëna shqiptare në personifikimin e saj është jashtëzakonisht e veçantë dhe nuk gjendet në botë. Dhe për mua nuk ka qenë e vështirë të hyj në rolin e asaj nëne, e cila në njërin anë çan hallin burrit që dua ta martoj vajzën me një djalë trem, në anën tjetër e ka frikë natyrisht burrin që të shprehet aq lirshëm se autoriteti i burrit dihet në shoqërinë tonë dhe mundohet të bëjë një balancë të kontributit të saj në familje, të kontributit të saj në kohë lufte, të realizimit të ëndrrës së vajzës, pa fikës për dashurinë e saj, kështu që në gjitha këto brenga që nana i bart me vete, mendoj se personazhi nënës edhe i plakës ka ardhur jashtëzakonisht bukur, pastaj duke patur një partner Hector Lekën, që është një bas jashtëzakonisht i mirë nga Shqipëria, por që jeton edhe vepron në Itali. Kështu që puna me profesorin Nikolin Gurakuqi dhe me gjithë stafin ka qenë kënaqësinë vete. Natyrisht ne po e rikthyem për 3. herë, po Shkupi ka pas tjetër adrenalin, krejtësisht tjetër ndjesi, vetë fakti që ishte salla plot e përplot e bënte që secili ta jep maksimumin, pastaj ato duartrokitjet e fundit ishin shpërblimi më i madh që një artist mundet me pas dhe me përfitu. Sigurisht që studentët tanë ishin të entuziazmuar dhe më thanë profesoresh, faleminderit që ra ky rast, se është një shtytje për ne që të shohim sa më shpesh opera. Për ata është satisfaksion kur e shohin profesorin në skenë, kur i shohin edhe solistët tjerë në skenë. Është një shtytje që të vazhdojnë tutje dhe ata mundohen sa më tepër. Sigurisht, sepse e shohin veten nesër pjesë të asaj skene, edhe pjesë të një roli, pse jo. Mos jam fatkeqësisht po e afrohemi fundit të bisedës, por gjithsesi do doja të dija se është disa ta herë tashmë që luan këtë rol, çfarë ndoshta ke marrë më shumë ti nga ky rol dhe çfarë ndjen më shumë ti në këtë rol? Kam marrë gjithë krenarinë e të qenurit nën, duke qenë edhe vetë nën, por edhe vajzë e dikujt. Sigurisht unë jam rritur me shumë krenari si vajzë e Çani Mehmedit, por natyrisht duke ju falenderuar nënës, sepse ajo gjatë gjithë kohës është me Uskanën. Pa nënën time nuk do të mund të performoja në asnjë koncert, asnjë rol, pa përkujdesjen që ka ndaj Uskanës, pa mbështetjen që ka Shkodrani, por këtë rol edhe këtë sukses ja kam dedikuar studentëve Universitetit të Tetovës që më kanë mbështetur shumë në realizimin e këtij roli edhe në gjithë
pasqyrimin që kanë bërë asaj mbrëmje, atë ishte edhe rektori i universitetit, i cili ka shprehur fjalët më të mëdha të Miradis, por suksesin ja dedikoi babait tim Çaniut, i cili ka patur ëndër krijimin e operës së Kosovës dhe ka patur ëndër të më sheh në atë skenë aty në teatrin e operës në Shkup, sepse në skenat tjera më ka parë. Dhe besoj që prej lartë njerëzit na shohin edhe ndjehem krenar përtej aty në largësive edhe mungesës fizike, po ne e ndjejmë prezencën edhe bekimin e tyre. Kështu që ky rol aty më ka quar gjatë gjithë kohës. Domethënë ka bërë një lidhje të jashtëzakonshme me njerëzit që më mungojnë edhe më kanë munguar me vite. Pajtohem plotësisht edhe me këto fjalët bukura, atëherë unë edhe doa përmbyll emisionin e sotshëm, të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi, e di që këto ditë kanë qenë pak të ngarkuara në përgjithësi, po që je sot me ne vërtet kënaqësi që të kisha. Unë ju falenderoj shumë, Artemisa, dhe po e shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gjithë shqiptarëve së shpejti 17 shkurtin, ditën e pavarësisë Kosovës. Ne kemi një koncert në Gjilan për 17 shkurt dhe më pas kemi një koncert tjetër për pavarësinë e Kosovës në Kroaci. Kështu që në vazhdimsi jemi në prova, edhe sot provime, prova me studentët, por gjithmonë është kënaqësi që të jemi në këtë studio dhe faleminderit shumë për hapësirën dhe për kujdesin që keni ndaj artit të mirëfillt. Shumë suksese tutje, uroj që të gjitha koncertet të shkojnë sa më mirë dhe të falenderoj edhe një herë se gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë. E dashur të dashur, pas një bisede kaq të këndshme dhe me plot kuptime vlera, unë ju përshëndes edhe për sot duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, po ashtu një vikend sa më të këndshëm dhe ne shihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.